Lavdi Perëndis, mirë se keni ardhur në shërbesën e kishës Fitoria. Mirëpresim gjithë secilin që është pranishëm këtu dhe ata që na ndjekin online. I përshëndesim gjithashtu dhe besoj më të mirën për gjithë secilin, sepse fjala e Perëndis ka një qëllim kur vjen jetën tonë. Ajo vjen për të transformuar jetën tonë. Jo thjesht për na të ndryshuar, por për të transformuar jetën tonë. Se ndryshimi është fjalë e vogël, ndërsa transformimi është një gjë shumë e madhe. Haleluja. Disa njerëz kanë ndryshuar, por nuk janë transformuar. Dhe Perëndia dëshiron që të na transformoj. Haleluja. Sa që kur të tjerë na takojnë thonë, "Ua, nuk të njoh fare, pas ke ndryshuar kaq shumë", sa që nuk dalloj më person që kam njohur. Haleluja. Atëherë kuptoni që Zoti vërtet ka bërë një punë tek ju. Amen. Atëherë gëzuar gjithë ditën e pavarësisë, sepse është një ditë në fakt për qenë mirënjohës. Pse jo? Të jemi mirënjohës për vendin ku ne jetojmë, të jemi mirënjohës për gjuhën tonë, për kombin tonë, për njerëz nga kombi ynë që kanë sakrifikuar që ne të kemi atë çfarë kemi sot. Një vend që ne mund ta quajmë adeun tonë. Edhe është diçka shumë e çmuar. Ka shumë njerëz në botë që jetojnë ndoshta edhe jashtë adeut të tyre, edhe ka edhe shumë shqiptarë që jetojnë jashtë adeut të tyre, edhe pavarësisht çfarë ndodh në Shqipëri, pavarësisht politikës, nuk e di, po kur jeni jashtë doni prapë mu kthy mrena. Sepse është diçka që na tërheq, është vendi ku ne kemi lindur, është vendi ku ne kemi rritur, është kultura jonë, është familja mbi gjitha, por është gjuha, është historia, nuk fshihen këto gjëra. Edhe nëse e merr pasaportën amerikane, ngjelet shqiptar. Domethënë nuk fshihet. Edhe biles nga njerë kur dëgjojnë ato dëshmitë të amerikanëve se si dalin në për rrugët e New Yorkut me flamuj, edhe domethënë krenohen që janë shqiptar. Edhe pse janë amerikan, po krenohen më shumë që janë shqiptar se sa që kanë një pasaportë amerikane. Dhe kjo tregon se sa e rëndësishme është të çmosh prejardhje nga vend, mos shash vendin tënd, mos nënçmosh njerëzit që janë në vendin tënd, por të respektosh gjithmonë, sepse edhe fjala e Zotit gjithmonë na thotë që ne duhet të nderojmë, të respektojmë çdo njeri, pavarësisht ku dhe nga cili vend është, por është kryesorja duhet të respektosh veten, se nëse nuk e respekton veten dhe kombin tënd, si mund të respektosh tjerët? Është diçka themelore, bazike. Kështu që lavdi Perëndis që ne kemi njerëz në historinë tonë me të ne mburemi, që vërtet kanë bërë diçka që ne t'jemi sot këto. Por, kjo nuk do thotë që kanë mbaruar me kaq. Ne sot festojmë, por ne gjithashtu dhe lutemi për kombin tonë që Jezusi të bëhet qendra e kombit tonë, sepse ne dim që i bekuar është populli që ka perëndim për Zot. Do thotë, ne duam jo vetëm të gëzohemi në adeun tonë, por ne duam ta shohim adeun tonë të bekuar, ne duam ta shohim kombin tonë të bekuar, dhe këtu hyn në punë lutjet e çdo besimtari. Secila lutje që ne dërgojmë drejt qiellit për Shqipërinë, për kombin shqiptar, sepse shqiptarët nuk janë vetëm brenda kufive të Shqipërisë, po janë në gjithë botën. Çdo lutje që ne dërgojmë për kombin tonë, Perëndia e dëgjon, edhe jam i sigurt që edhe jam e di këtë që ne jemi rezultat i lutjeve të dikujt tjetër, kështu që edhe të tjerë do shpëtohen do jenë rezultat i lutjeve tona. Asnjëherë mos pushojmë të lutemi për dorën e Perëndis mbi gjitha trevat shqiptare. Haleluja. Kështu që le të mos pushojmë që të lutemi për kombin tonë të bekuar, që drita e ungjillit të pushtoj çdo zemër shqiptare dhe emri i Jezusit lartësohet në çdo shtëpi shqiptare. Haleluja. Si thonë në veri, qoftë lëvdu Krishti. Do thot, në çdo shtëpi le të jetë ky bekim që dëgjohet. Amen. Haleluja. Kështu që ju jeni shumë të mirëpritur sot në shtëpinë e Zotit. Ne e dim që shtëpia e Zotit është bashkësia e shenjtorëve, nuk është një godinë, edhe pse ne jemi njohës për godinat ku shenjtorët mlidhen, por shtëpia e Zotit janë bashkësia e shenjtorëve. Do thot vllai, motra, këto që janë ulur afër teje, këto janë shtëpia e Zotit dhe Bibla na quan neve
gur të gjallë. Perëndia ka ndërtuar tempullin e tij nga gur të gjallë dhe secili prej jush ju jeni një gur i gjallë. Haleluja, që Perëndia ka vendosur në tempullin e vet. Dhe ky tempull nuk është vetëm këtu, por është në gjithë këtë planet. Amen, është një tempull i jashtëzakonshëm dhe nuk është vetëm në këtë planet, por është edhe në qiell. Janë shenjtorët që tashmë kanë shkuar në lavdi, edhe ajo është pjesë e kësaj kishe, këtij tempulli hyjnor që adhuron Perëndin 24/7. Amen. Po dëgjoja një predikues, një apologet, do thot një person që me mësime biblike e mbron çështjen e besimit të krishterë, dhe ai tha një gjë që më ngeli, thot kështu, që dëgjimi i predikimit, do thot ju tani po më dëgjoni mua duke predikuar, edhe ai thot kështu që dëgjimi i predikimit është vepër adhurimi po ashtu. Do thot nuk është thjesht lavdi Zotit për grupin e adhurimit, na drejtojnë në adhurim, dhe ne adhuruam Zotin, por edhe ndërkohë që ju dëgjoni predikim, sepse ajo çfarë unë bëj nuk është një TED Talk, një fjalim i mirë për t'ju inkurajuar juve, unë po ndaj fjalën e Perëndis, edhe këtë e kanë bërë predikuesit me mijëra vjet, dhe njerëz të Zotit, profetët e kanë bërë me qindra vjet para se Jezusi erdhi. Do të thënë kemi një histori të predikimit të fjalës dhe kjo është po ashtu vepër adhurimi nga ana jon. Do thotë ti nuk je thjesht nuk je i ulur këtu dhe durosh tani pastorin duke predikuar, ti në fakt po bën një vepër adhurimi ndaj Perëndisë sepse po e dëgjon fjalën e Perëndisë. Tash wow, sa e bukur kjo, që edhe predikimi është vepër adhurimi. Pra, jo vetëm këndimi i këngëve, jo vetëm dhënia, apo jo, kur ne i japim Perëndisë, dhe kjo është një vepër adhurimi. Ne adhurojmë Perëndin me të dhënurit ton, por edhe duke dëgjuar fjalën e tij të predikuar, ne jemi duke adhuruar Perëndin. Haleluja. Unë kam folur javës që shkoj në lidhje me ndërgjegjen dhe doja që të bëja sërish një hyrje të shkurtër, sa rëndësishme është në fakt tema për cilën ne po flasim, sepse neve të gjithë jemi të thirrur që të dëgjojmë zërin e Perëndisë. Në fakt vetë Jezusi tha, delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Pra, është diçka automatike që duhet të jetë e gjallë brenda secilit prej besimtarëve të krishterë. Ne në mënyrë automatike duhet ta dëgjojmë zërin e Perëndisë, sepse kjo vjen kur ne lindim sërish, kur ne besojmë te Jezusi, kur e pranojmë atë si Zot dhe shpëtimtar, ne kemi këtë aftësi hyjnore që ta dëgjojmë Perëndin. Por si, kjo është pyetja, si ne mund ta dëgjojmë Perëndin, dhe unë përmenda javës që shkoi ndërgjegjen si themeli i dëgjesës së zërit Perëndisë, sepse ajo funksionon edhe kur ne nuk jemi të shpëtuar. Ne kemi një ndërgjegje që është vendosur brenda zemrave tona, brenda njeriu ton të brendshëm, dhe përmes saj ne kemi mundësi të dëgjojmë jo drejt për drejt Perëndin, por të kuptojmë që gjërat që ne jemi duke bërë i pëlqejnë Perëndis ose nuk i pëlqejnë Perëndis. Dhe fëmijët e kanë shumë të zhvilluar sensin e ndërgjegjes dhe preken shumë më shpejt, sepse ndërgjegja e tyre nuk është njollosur, nuk është bërë ende pis, siç bëhet dikush që është më i rritur, apo jo. Pra, që në fëmijëri neve e kemi këtë funksion që Perëndia e ka vendosur brenda nesh. Dhe thjesht vetëm në dhjatën e re janë 29 vargje që përmendin vetëm ndërgjegjen. Kështu që nuk është një gjë që përmendet 1 ose 2 herë, por ka shumë herë, dhe nëse bëni një studim në lidhje me ndërgjegjen tek dhjata e re, ju mund të surprizoni se sa shumë vargje flasin për funksionin e ndërgjegjes son. Dhe nga ajo çfarë unë kam parë tek fjala e Perëndisë, janë 4 mënyra se si ne mund ta dëgjojmë Perëndin, se si ai na flet, dhe e para ishte ndërgjegja që është themeli, dhe pastaj përveç ndërgjegjes ne kemi edhe pjesën tjetër që na flet Perëndia, që është fjala e Zotit apo Bibla, është slajdi tjetër nëse ka mundësi. Dhe e treta është njeriu i brendshëm dhe e katërta në mënyrë se si Perëndia na flet është fryma e shenjtë. Pra këto 4 mënyra se si Perëndia të flet ty. Dhe e thash që ndërgjegja është funksionale edhe para se ti shpëtohesh, por kur ti dhe unë shpëtohemi, pastaj gjëja e dytë dhe shumë e rëndësishme në mënyrë se si na flet Perëndia është shkrimi i shenjtë, Bibla. Kjo është mënyra
kryesore se si Perëndia do të përdor që të flas direkt ty dhe mua në mënyrë të qartë, që ti të mos kesh fare dyshim, sepse me ndërgjegjen është një gjë, që nëse ndërgjegja jote është, le të themi, njollosur, është dëmtuar, nëse ndërgjegja jote është bërë pis nga veprat e tua ose të mijat jo të mira, atëherë sinjali nuk punon aq mirë, ndërsa me fjalën e Perëndis, kur ti dhe unë kalojmë kohë me fjalën e Perëndis, fjala e Perëndis gjithmonë funksionon. Pavarësisht ndërgjegjes a funksionon apo jo, fjala e Perëndis gjithmonë funksionon. Dhe mënyra e tretë është përmes njeriu tonë të brendshëm, që është fryma jon e rilindur, dhe mënyra e katërt është fryma e shenjtë, normalisht kur drejt për drejt fryma e Zotit na flet, dhe fryma e Zotit na flet edhe ai pastaj në mënyra të ndryshme, janë 9 dhuntit e frymës, që do të thotë që fryma e Zotit do përdor një person tjetër që të flas ty. Pastaj tek veprat e apostujve e shikojmë se si Pietri kur predikon thotë që në kohët e fundit ne do shohim ëndra, ne do shohim vizione, bi dhe bija tona do profetizojnë, pra këto e mënyrat se si fryma e Zotit flet, po ka edhe raste kur Perëndia në mënyrë hynore mund të përdorë edhe engjëj për të na folur, se këtë e ka bërë në Dhjetën e Re disa herë, apo jo, përmes shfaqjes angjëllore Zoti ka fol besimtarve, por gjithashtu fryma e Zotit mund të na flas në mënyrë të drejtë për drejtë, ashtu siç ai zgjedh me një zë rema hynor nga qielli që të drejton për një gjë të caktuar. Nuk po flas që Perëndia na flet çdo ditë në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse nuk ka nevojë për një gjë të tillë kur e kemi Biblën, apo jo. Por ka raste, le të themi një thirrje qiellore për një person, edhe atëherë ndoshta Perëndia zgjedh që të flasë në mënyrë hynore, duke përdorur një fjalë rema, duke përdorur ndoshta një ëndër, duke përdorur një vizion të hapur që ti shikon diçka, dhe kjo ka të bëjë një herë në jetë, nuk marrim 100 thirrje, po është një thirrje për një person, amen, sepse Zoti nuk do na çorientojë me disa thirrje. Zoti ka një thirrje për një person, amen. Edhe pastaj ti do jesh i bindur në atë thirrjen që ai të ka thirrur. Kjo është ajo çfarë shikojmë në fjalën e Zotit, që le të themi rastin e Palit, që ai ishte i thirrur, që ishte apostull për jo hebrejt. Pra ai kishte një grup njerëzish të caktuar nga Zoti, që ai tha për shembull, Pietrin Zoti i ka thirrur për hebrejt, ndërsa mua më ka dhënë shërbesën për jo hebrejt, edhe pse ai ishte hebrej vet. Pra ishte shumë e kufizuar, biles edhe ai kur flet për predikimin, ai tregon që edhe shërbesa e tij ishte brenda kufive që Perëndia e kishte caktuar, nuk ishte të shkonte kudo, po ishte brenda kufive ku Zoti e kishte drejtuar atë. Haleluja. Do thotë që thirrja është shumë specifike, thirrja e Palit erdhi në mënyrë shumë specifike në jetën e tij. Amen. Për shembull, e përmenda thirrjen e Palit, po ju kujtohet thirrja e Pietrit, kur Jezusi pasi u ringjall i tha, a më do ti mua? Ai tha, po Zot, unë të dua. Kujdesu për delet e mia, kujdesu për qenit e mi, kulloti delet e mia. Kjo është thirrja specifike. Ai ishte i thirrur për kishën. Ai do ishte drejtuesi i parë i kishës. Ai do ishte në një grup pleq, ose apostujt ishin drejtuesit, por ai ishte i pari midis barabartëve. I pari midis barabartëve. Domethënë gjithmonë ka dikush edhe në grupin e pleqësisë ose drejtimit të kishës, gjithmonë ka dikush që është i pari aty midis atyre që janë të barabartë. Pra janë 4 mënyra se si Perëndia na flet, dhe ne në fakt duhet jemi të zgjuar që të mirëpresim sinjalet që ai na dërgon, sepse ai dëshiron të na drejtojë dhe ai dëshiron të na ndihmojë. Dhe arsyeja pse ne duhet të dimë mbi këtë temë se si Perëndia na flet, është sepse ne duam të përgatitemi mirë për sfidat e jetës, sepse pasërin e Perëndis, ne në fakt nuk mund të mposhtim pengesat që i ligu i vendos në rrugën tonë. Dhe i ligu është më i zgjuar se çdo njeri në këtë botë. Sepse ai është më plaku. Ka kalu shumë gjenerata njerëzish. Apo jo? Edhe ai nje dobësitë tona. Ai nje ku neve mund të rrëzohemi. Ai din gjithçka për njerëzit. Nuk din gjithçka
si Perëndia, por ai din se çka mund na rrëzoj. Ai din tundimet tona sepse ai na ka rrëzuar para se ne kemi qenë në Krisht, apo jo. Ai na ka rrëzuar, kështu që ai e din se çka na pëlqen. Edhe ai me ato vjen na tundon, nuk vjen me na tundu me diçka që e din që s'na pëlqen. Okej? Kështu që ai na njeh shumë mirë. Por e dini çfarë? Ai nuk është më i zgjuar se Perëndia. Dhe këtu është qelsi i fitores son, sepse nëse ne dëgjojmë Perëndin, ne mund t'ja hedhim djallit. Po nëse se dëgjojmë Perëndin, ne nuk mund t'ja hedhim djallit, ai do na hedhë ne. Prandaj është e rëndësishme që veshët tanë të jenë të hapur për të dëgjuar mbi këtë temë, mbi mënyrat se si Perëndia në fakt i flet jetës son. Dhe arsyeja pse ne e dim që mund ta mposhtim të ligun është sepse Bibla thotë që ne tani kemi mendjen e Krishtit. Dhe thjesht kjo njohuri që disa prej jush e keni, shumica prej jush e keni që ne kemi mendjen e Krishtit, kjo në fakt vjen nga njohja e kujt? E Biblës, sepse në Bibël është e shkruar, amen, që ne kemi mendjen e Krishtit. Si do ta dinim ne që kemi këtë, po të mos ishte fjala e Zotit. Pra fjala e Zotit të jep ty njohuri mbi ato gjëra që ti i ke në Krishtin, që janë të tuat. Edhe tek 1 Korintasit 2, vargu 16 thot, kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund ta mësoj atë? Por, thot Pali, ne kemi mendjen e Krishtit. Ne kemi mendjen e Krishtit. Dhe kjo është fitoria jonë, sepse kjo do thot që ti ke hyrje në mendimet qiellore. Ti ke hyrje në mënyrën se si Perëndia mendon, dhe kjo është një mrekulli në vetvete. Edhe atëherë kur ti thua Zot, nuk kam zgjidhje për këtë problem, atëherë Zoti thot, unë kam. Zbulo mendjen time për problemin që ti ke. Zbulo mendimet e mia, si thot mendimet e mia janë shumë të larta se mendimet e tua, thot Zoti. Por ama ato nuk janë të pa aksesueshme. Ti mund të marrësh urtësi, sepse edhe letra e Jakobit thot, nëse dikujt i mungon urtësia, le ta kërkoj nga kush? Nga Perëndia, që je pa kursim. Haleluja, do thot ka sa të duash urtësi në Zotin. Por nëse ti e din që ti e ke tashmë të drejtën për ta kërkuar, atëherë shumë lehtë mund t'ja kërkosh Zotit këtë ndihmë. Zot më jep urtësi, nuk di si ta zgjidh këtë problem. Zot, njerëzit rreth rrotës s'po më gjejnë derman për këtë problemin që un kam. Atëherë ti e ke këtë zgjidhje, ti e ke këtë urtësi, Zot. Edhe Zoti do t'jap, do të downloadoj, nëse mund ta përdor këtë fjalë të internet, ai do ta shkarkoj urtësinë që ti ke nevojë në kohën që ty të duhet, ndërsa ti po pret në lutje. Haleluja. Tani, në lidhje me Biblën, kur ne duam që Perëndia të na flas, atëherë ne duhet të jemi shumë të qartë që e vetmja gjë që Perëndia në fakt do ta përdori në mënyrë 100% të saktë është fjala e tij, Bibla. Nuk ka asnjë dyshim që Zoti, domethënë që Zoti nuk do ta përdori Biblën, gjithmonë do ta përdori Biblën. Është diçka e pa dyshim, nuk ka nevojë as me vendos në pikpyetje këtë gjë. Sa herë që unë dhe ti investojmë nga fjala e Perëndis në jetën tonë, sa herë që ne investojmë nga fjala e Zotit, atëherë çfarë po bëjmë? Ne po fusim brenda thesarit ton material që Perëndia mund ta përdorë në çdo kohë, në çdo situatë. Por nëse ne nuk e vendosim këtë në zemrën tonë, çfarë të përdor? Perëndia i bie pastaj që të përdori ndoshta një predikim që ti e dëgjon, po kjo i bie një herë në javë, nëse vjen rregullisht në kishë, por shumica e njerëzve sot nuk vijnë rregullisht çdo herë, kështu që i bie një herë në 2 javë, një herë në 3 javë, i bie shumë larg që ti të marrësh përgjigjen e asaj gjë që ti po i kërkon Zotit. Por nëse ti e vendos fjalën e Zotit brenda zemrës tënde, dhe fjala e Zotit thotë që edhe mendja jonë transformohet vetëm përmes Biblës, atëherë bie që edhe mendja dhe zemra jote kanë akses të fjalës dhe Perëndia mund ta përdor shkrimin shumë më lehtë. Ti s'ke nevojë me prit një herë në javë me marr nga shkrimi i Zotit, po thjesht vargjet biblike do të bëhen të gjalla brenda teje dhe ty do të kujtohet edhe ja u siguroj që djalli asnjëherë nuk bën që t'ju kujtohet vargu biblik. Nëse ju kujtohet një varg biblik, është absolutisht fryma e Zotit që po ju flet përmes atij vargu ose dëshiron t'ju kujtoj diçka nga ai varg që ka rëndësi për situatën ku ju ndodheni.
Për shembull, kur ne duam të mësojmë le të themi një gjuhë të re, për shembull, nëse ju do ishit në një ambient ku flitet suedisht, ju nuk do ta kishit idenë se për çfarë janë duke folur këto njerëz. Mund të dëgjosh në televizion, në radio, në dyqan, gjuhën suedeze dhe nga që se di, nuk e kupton, edhe pse tërkohën të tjerët po e flasin, atë ti s'kupton asnjë gjë. Dhe cila do ishte zgjidhja për të kuptuar, ti fillon dhe regjistrosh një kurs, edhe ata t'japin një libër, edhe ata thonë hajde tani A, B, C prej fillimit, okay? E fillon mëson fjalorin, e fillon i mëson fjalët e shkurtra. Domethënë ti kalon kohë çfarë me libra dhe me një mësues që po të mëson ty, ose tani edhe përmes internetit mund ta mësoni me aplikacion, po sidoqoftë duhet kaloni kohë për ta mësuar gjuhën. Dhe dal nga dal ti fillon mëson suedishtën, herës tjetër kur ti je në një dyqan ku flitet suedisht, ti mund të kapësh qumshtin, ose mund të kapësh një fjalë buka, ose mund të kapësh pije, ose diçka, edhe ti fillon dal nga dal i lidh fjalët edhe dal nga dal se kupton gjithë muhabetin, po ke filluar mi lidh fjalët. Okay? Me kalimin e kohës, duke mësuar më shumë, ti kalon kohë më shumë me gjuhën suedeze dhe arrin atë pikë ku ti tani kupton fjalit plota. Ti kupton fjalit plota, biles arrin të kapësh edhe fillin e një bisede ose kuptimin e një muhabeti. Tani kështu është edhe me gjuhën qiellore që Perëndia përdor, sepse ne përdorim shqipen, suedez përdorin suedishten, anglez përdorin anglishtën, Perëndia përdor biblikishten, nëse mund ta them kështu. Gjuhën biblike. Perëndia përdor gjuhën biblike dhe nëse unë dhe ti mësohemi me këtë gjuhë qiellore që është e shkruar këtu, s'po them tani ti futemi greqisht dhe hebraisht dhe aramaisht, se do shumë puna e punë, po unë besoj që edhe përkthimi i fjalës Zotit është plotësisht i mjaftueshëm që ti ta dëgjosh Zotin. Ta kuptosh Zotin, se përndryshe i bie që vetëm hebrejnë dhe ata që kanë përdor aramaishten edhe grekët e marrin vesh Zotin, edhe s'është fair në një farë mënyrë, është e padrejtë apo jo. Gjuha mund të jetë kufizuese, por Bibla është e përkthyer në shumë gjuhë dhe s'ka kufi. Në gjuhën shqipe e kemi lavdi Zotit, ka edhe përkthime të reja. Kështu që Perëndia të flet përmes Biblës dhe ne çfarë duhet bëjmë? Duhet ta mësojmë biblikishtën, duhet ta mësojmë gjuhën biblike, që ta kuptojmë Zotin, sepse nëse nuk e mësojmë këtë gjuhë, Perëndia vërtet 24/7 çliron sinjali po vjen nga qielli, po apo e kapim ne, a jemi ne duke dëgjuar zërin e Perëndisë. Pra Bibla është edhe fjalori, edhe sintaksa, edhe morfologjia e Perëndisë. Leximi, studimi, meditimi i fjalën e Perëndisë nuk duhet të jetë asnjëherë i mërzitshëm. Nuk e di se si mund të mërzitesh me fjalën e Zotit. A mërziteni kur hani ushqim? Unë nuk mërzitem kur ha ushqim. Mëngjes, drek, dark, jam i lumtur, haleluja. Edhe Miranda gatuan atë që mirë, haleluja. Kështu që unë fare nuk mërzitem. Biles unë ndjej kënaqësi, sepse është ushqimi që më bën mirë. Më jep forcë, më jep energji, më shijon. Nuk e di se ku do isha pa ushqim të rregullt. Tani, edhe shkrimet e shenjta janë ushqim për frymën tonë. Bibla është ushqim frymëror. Nuk duhet asnjëherë të jetë i mërzitshëm. Unë biles çuditem, unë nuk ndjej mirë nëse nuk arri dot të kaloj kohë me fjalën e Zotit. E keni parasysh sikur nëse ti nuk han një vakt, fillojnë zorët me bë brrr, apo jo? 2 vakte bërtasin zorët, 3 vakte kuku. E dëgjon edhe komshia. Tani si është në frym kjo gjë? Nëse ti nuk han një vakt nga fjala e Zotit, se sa fare, a nuk të bën diçka në frymën tënde, një parehati e shenjtë që hej s'po më jep me hongër atë që un kam nevojë, thot fryma jote, njeriu i rilindur, thot s'po më jep mua ushqim. Si do jetoj unë? Pra, atë shumë gjëra janë thënë për Biblën dhe ende në fakt nuk kanë shtëruar komentet pozitive për fjalën e Zotit. Bibla në fakt është libri i librave dhe dallon shumë nga librat e tjerë, sepse është një libër i gjallë. Bibla është një libër i gjallë, haleluja, në krahasim me çdo libër tjetër.
Tek Hebrejnë 4 vargu 12 thot kështu: sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, është më e mprehtë se çdo shpatë me 2 tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Imagjinoni sa shumë mund të marrim vetëm nga një varg i Biblës, dhe nëse meditojmë për ditë të tëra vetëm këtu, a dini sa shumë gjëra ka brenda një vargu biblik. Ka aq shumë ushqim për frymën, ka aq shumë dallim, ka aq shumë forcë, siguri kur ti dhe unë meditojmë mbi fjalën e Zotit dhe ushqejmë me të sikur të ishte bukë. Haleluja. Dhe ky varg të thotë ty që Bibla është një libër i gjallë. Nuk është si librat e tjerë. Absolutisht është ndryshe nga çdo libër që ti mund ta lexosh. Është një libër që të flet ty ndërsa ti e lexon. Të flet ty. Është një libër që është si pasqyrë, pasqyron gjendjen tënde frymërore, gjendjen tënde shpirtërore. Bibla është një pasqyrë hyjnore. Haleluja, sa shumë gjëra është Bibla. Është një libër që e ka shkruar vetë Perëndia, sepse fjala e Zotit thotë që çdo varg i saj është frymëzuar nga Perëndia. Te 2 Timoteu 3, vargu 16 thotë: i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, për bindje, për ndreqje, për edukim me drejtësi. Haleluja. Haleluja. Do të ecësh në drejtësi, du ta lexosh patjetër Biblën. Nuk është të krysh fakultetin juridik, nuk të bën të drejtë. Sa avokat mashtrues kemi sot. E sa gjykatës të korruptuar që kanë studiu ligjin, që s'duhet me shkel, e kanë myt ligjin. Do thot nuk të bën ai studim njeri të drejtë. Fjala e Perëndis edukon dhe të thot çfarë është drejtësia. Cilat janë ligjet që japin drejtësi një kombi. Haleluja. O njerëz, ai çfarë thesari keni këto? Asnjë bank nuk mundet me ble atë çfarë ti e ke tashmë, e ke Biblën, e ke këtë libër hyjnor, që s'krahasohet me asnjë libër tjetër fetar, as i vin te gishti i komës. Okej? Ky është libri që është frymëzuar. Ajo çfarë Bibla thot është që çdo varg brenda këtu Perëndia ka frymën e tij. Brenda secilit varg, këtu është fryma e Zotit. Fryma e Perëndis. Haleluja, ka frymëzuar gjithë autorët. Lavdi Zotit që Bibla ka mbi 40 autor të shkrimeve këto. Dhe mbi këto 44 autor flasin për një Perëndi. Amen. Është më mirë të besosh një libër që kanë shkruajtur 44 persona dhe flasin për njëjtin Perëndi, sesa një person që flet për 44 tjerë. Okej? Kështu që ky është dallimi i fjalës së Zotit me çdo lloj libri tjetër. Që çdo person këtu që ka shujt ka qeni frymëzuar nga Perëndia dhe ka folë për të njëjtin Perëndi. Nuk ka asnjë gjë që është në kundërshti brenda fjalës së Zotit. Haleluja. Është libër unik, është libër i përsosur për të mësuar ty në lidhje me besimin, në lidhje me drejtësi, në lidhje me shenjtrinë, në lidhje me etikën, në lidhje me atë çfarë është e drejtë në këtë jetë, në lidhje me atë se pse ja vlen të besosh tek Perëndia, në lidhje me atë që ta ndjekësh Perëndin nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër, pra ka shumë gjëra që fjala e Zotit na mëson. Dhe asnjë predikim, as ky predikimi im nuk mund të përmbledh tërësinë e Biblës, sepse është vërtet një libër hyjnor dhe do aq shumë kohë vetëm e shpjeguar sa i rëndësishëm që është ky libër. Por sot ne mund të shikojmë vetëm pak nga drita e Biblës, ndërsa jemi sot në kishë. Por në shtëpi ty nuk dalon askush që të kalosh kohë me fjalën e Zotit, më shumë se sa ti kalon kohë këtu në kishë duke dëgjuar predikimin. Domethënë asgjë s'të ndalon përveç celularit. Por çfarë fjala e Zotit thotë, Bibla është e gjallë, është aktive, është vepruese. Pra, Bibla jo vetëm që të flet, po Bibla të shtyn që ti të veprosh. Nuk mundesh me lexu Biblën edhe ajo me të lënë ty pasiv, të mos bësh asnjë gjë. Prandaj edhe arsyeja e mos aktivitetit të njerëzve në kishë sepse nuk janë mbushur me fjalën e Zotit, sepse kur ti mbushesh me fjalën,
O, s'ka mundësi, mos me nxerr nga zemra, se vetë Jezus tha, qa ka zemra e nxerr goja. Nëse ti mbushesh me fjalën e Zotit, po s'ka kush me të ndalme, ka me rjedh fjala e Zotit. Kështu që problemi nuk është që ne s'po bëjmë gjëra, problemi është që ne s'po fusim gjërat e dura brenda nesh. Ne nuk po lejojmë frymën tonë që të stërmbushet me fjalën e Perëndis. Haleluja. Sepse kjo fjalë është e gjallë. Çfarë bën ajo? Ajo të shtyn veprim. Ajo të pasqyron, ajo të skanon kur ti e lexon. Ajo çfarë të bën? Thot, ajo e ndan frymën nga shpirti. Wow, a dini sa libra janë shkruar edhe të krishterë që flasin lidhje me frymën, që flasin lidhje me shpirtin, që flasin lidhje me trupin, sepse ne, njeriu është një trinitet. Ashtu si Perëndia është trini, edhe njeriu është një trinitet, sepse nuk kemi vetëm shpirt, nuk kemi vetëm frymë dhe nuk kemi vetëm trup. Perëndia i ka bashkuar të treja në një. Haleluja. Por vetëm fjala e Perëndis mund ta bëj këtë ndarje. Nëse ti nuk kalon kohë në fjalën e Zotit, ti nuk mund të dish që ajo çfarë po bën është vërtet frymërore, apo është thjesht shpirtërore, apo është thjesht nga mishi yt. Pa e lexuar Biblën ti nuk mund ta bësh të dallim. Po Bibla thotë që kjo fjalë mund ta bëj ndarjen, thotë, okay, kjo gjë është frymërore, kjo gjë është shpirtërore, është mendore, vjen nga mendja jote. Pra vetëm Bibla mund ta zbuloj këtë. Ne mund të pyesim njerëzit, çfarë mendon, a është kjo nga Zoti apo s'është? Edhe përgjigjja më e mirë është shko te Bibla. Lutu, lexo fjalën e Zotit ta kuptosh vetë. Fjala e Zotit ta bën ndarjen. Haleluja. Haleluja. Kështu që sa herë që ti mediton mbi shkrimet e shenjta, ato do të fillojnë të ndajnë për ty gjërat shpirtërore, gjërat frymërore, gjërat që kanë të bëjnë me Perëndin në botën frymërore të padukshme që të rrethon. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, në veçanti për vendimet që ti merr. Vendimet që ti merr, se këtu hyn në punë fjala e Zotit, të ndihmon që vendimet që ti i merr të jenë nderuese për Perëndin, të jenë ato që i sillin lavdi Perëndis, të jenë ato që dëshmojnë për Perëndin, sepse me vendime njeriu matet pastaj. Nëse merr shumë vendime të gabuara, tjerë do thonë që ky është njeri i përgjithshëm. Nëse merr vendimet e dura, njerëz do fillojnë të thonë ky është njeri që pas ka urtësi, e do të kërkojnë urtësi prej teje. Pra vendimet përcaktojnë destinacionin tënd. Por Bibla është ajo që të ndihmon të dallosh se vendimi yt është vërtet nga fryma, është frymëror, apo është diçka shpirtërore, emocionale. Edhe kur vjen puna te shpirti, kur vjen puna te mendja, ne dimë që te Romakët 12 Perëndia thotë të bëjmë dy gjëra. Te Romakët 12 vargu 1 dhe 2 thotë së pari, thotë parashtroni trupin tuaj si flije gjallë, dhe e dyta lejoni që të ripërtrihet mendja juaj përmes fjalës Perëndis. Pra kështu do të ripërtrihet nga fjala e Zotit. Pra janë dy gjëra. Fryma jote tashmë është e rilindur, por me këto dy gjëra tjera të trinisë tënde, me shpirtin tënd dhe me trupin tënd ti duhet të merresh. Kjo është diçka që fryma do të jap forcë për ta bërë. Por Bibla është ajo që ushqen gjithë këtë proces. Bibla është ushqyesi i procesit të transformimit. Haleluja. Pra, Romakëve 12:1 dhe 2. Dhe ne nuk do të dinim çfarë duhet të bëjmë me trupin tonë dhe çfarë duhet të bëjmë me mendjen tonë nëse nuk do ta kishim Biblën. Po për shkak se është e shkruar këtu, thotë okay, trupin duhet ta nënshtrosh si një flije gjallë, jo si flije vdekur, si flije gjallë do thotë që çdo ditë duhet ta ofrosh në altar trupin tënd. Haleluja. Dhe mendjen duhet ta ripërtrish, që do thotë vazhdimisht duhet ta lejosh fjalën e Zotit që të hyjë në këtë mendje, ti bëj lavash mendjes tënde, sepse nëse ti kalon 3 orë me celularin në Facebook ose ndonjë aplikacion tjetër, edhe 5 minuta me fjalën e Zotit, ta siguroj që ai truni yt ka nevojë për shumë lavash. Shumë lavash, sepse tashmë ti e ke mbushur me budalliqet, me të themi me standardet e botës, çfarë bota thotë që është e bukur, çfarë bota thotë që është e tërheqëse, çfarë bota thotë që është e rëndësishme, dhe pastaj ti duhet të hysh prapë në Bibël dhe Bibla duhet t'i çmontoj krejt ato sisteme që Satani ka ndërtuar në kokën tënde, duhet t'i çmontoj dhe të filloj të ndërtoj sistemin e Perëndis, edhe të thotë për shembull, se sot për shembull të rinjt ka shumë të rinj që spyesin fare për familjen e tyre. Edhe ti kur futesh në Bibël, Perëndia thotë familja është gjëja më e rëndësishme, okay? Okay, futesh në sistemin e botës, pamja është shumë e bukur, bëje këto, e rregullou kështu, kur ti futesh në sistemin e Perëndis,
Perëndia thot zemra është e rëndësishme. S'ka rëndësi, ti mund t'jesh kukull nga jashtë, po zemrën mund ta kesh shumë të keqe. Kështu që Perëndia e ka sistemin e vet, po nëse nuk qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, ne nuk e dim sistemin e Perëndisë. Edhe na humbin edhe vlerat edhe nuk kemi një bazë ku të mbështetim edhe mënyrën si e ndërtojmë jetën tonë. Pra, Bibla të mundson të bësh të ndarje të njeriu të brendshëm, edhe pse unë mendoj që nuk mund të pritet me thik ndarja e frymës dhe shpirtit, por mund të zbulojmë gjërat që kanë origjinë nga fryma dhe kanë origjinë nga shpirti. Dhe gjithashtu thot që fjala e Zotit çfarë bën, thot, është gjykuesi i mendimeve dhe dëshirave të zemrës. Pra, fjala është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Pra, edhe fryma jon e rilindur ka dëshira. Apo jo? Fryma jon e rilindur ka dëshira. Edhe fjala e Zotit mund të tregojë nëse këto dëshira janë vërtet sipas vullnetit Perëndis, sepse edhe pse jemi të rilindur, kjo nuk do thotë që Perëndia na ka hequr vullnetin e lirë. Ne ende kemi vullnetin e lirë. Edhe ka shumë njerëz frymëror që kanë bërë gabime trashanike frymërore. Për shembull, ka njerëz, nëse lexonin në lidhje me historinë e disa shërbesave, ka njerëz të cilët kanë pas dhuntinë e shërimit dhe Zoti ka përdorur në mënyrë të fuqishme, ka ndërtuar qytet të tërë me besimtar. Alexander Dowie quhet nëse e kërkoni ndonjëherë, dhe në fund ky njeri pas vitesh të tëra shërbimi, ju thot njerëzve, unë jam Elia që duhet zbriste në tokë. Do thot që kur ti nuk e ruan zemrën tënde, kur ti nuk qëndron në fjalën e Zotit, ti mund të bësh gabime trashanike frymërore, saqë të mendosh që je dikush që s'je. Prandaj, sepse çfarë ndodh, që nëse ti nuk e lejon fjalën e Zotit, se normalisht edhe njerëzit që kanë dhunti të ndryshme, nga njerë dhuntia i merr, edhe vjen krenaria se djalli nuk mund ta rrëzoj një njeri të përshpirtshëm me gjërat mëkatshme, po mund ta rrëzoj me gjëra frymërore, duke i thënë që ti je më i rëndësishëm se gjithë të tjerët, ose ti ke një dhunti kaq të veçantë askush tjetër se ka. E fillon me të bëj lajka qysh djalli din, edhe kështu duke të rritur ty mendjen, ti haron pasaj që dush me vazhdu me meditu me hongër fjalën e Zotit, sepse pos hongre këta ki me hongër diçka nga i ligo i bie, shkurt. Okay? Kështu që nëse ti nuk ushqesh me fjalën e Zotit, sepse duke ushqyer me fjalën e Zotit, atëherë çfarë bën fjala? Fjala thot i gjykon mendimet dhe dëshirat e zemrës. Nuk po flet tani për mendimet e mendjes, tani po flet për gjërat frymërore. Dhe nëse në frymën tënde vijnë mendime që ti je më i rëndësishëm se tjerët, si ty Perëndia s'ka pas asnjëherë, këto janë fjalë djallëzore, këto vijnë direkt nga feri. Sepse Perëndia i ka një lloj fëmijë të tij dhe nuk ka asnjëri më i rëndësishëm se tjetri në mbretërinë e Perëndisë. Edhe ti nuk mund të kesh një dhunti aq të veçantë sa ti jesh mbi gjithë të tjerët. Këtë donte Satani në fakt. Ai kishte dhuntinë e qenit angel dhe adhurues në qiell, po ai donte të ishte si Perëndia, nuk i mjaftoi dhuntia që kishte, po filloi të fliste me një zvet që unë jam më i mirë se Perëndia. Më adhurojnë mua, jo Perëndinë. Dhe kjo, si mund të shmanget, është përmes fjalës. Fjala është helm për Satanin. O, Zot, sa ikën Biblës Satani. Edhe, jo vetëm që ikën, por të thot ty rri larg Biblës. E të mashton edhe ty dhe mua, s'ka nevojë, ke lexuar Biblën, ose disa njerëz, pse ta lexoj, kam lexuar një herë. O, sa herë dush me lexu këto, pse s'tu ashtu, o, kam grënë mëngjes, s'kam nevojë të ha monja një javë, po ha mëngjes. Pse s'tu kështu, provoje një herë. Thuj një javë do ha mëngjes, as drek, as darkë, se kam grënë, kam 10 vjet ose 20 vjet që po ha, ose 50 vjet kam që po ha dreke, darke, mëngjes, s'kam nevojë më. Provoje një herë. Pse du ta bëjnë njëjtën gjë me Biblën, kur Bibla është në fakt ushqimi i jetës sonë. Nuk ka asnjë gjë që mund ta zamencosh Biblën. Vëllezër dhe motra, nëse doni të bini dashuri me diçka, bini dashuri me këtë libër. Sepse ky libër kur nuk do t'ju lë, kur nuk do t'ju praktis, kur nuk do t'ju zhgënjej, vetëm të mirat e Zotit do t'i shikoni nga Bibla. O pastor, po kur shkon dhjatën e vjetër, ke nevojë me shku dhjatën e vjetër. Ke nevojë.
Po s'kam shumë durim, prandaj du ta lexo, që të fitosh durim. Po ku kam nerva me ato numra? Po të vinë nervat kur i lexon ato numra. O Zot, po ato ligjet sa të vështira ato ligje. Prandaj e kupton se erdhi Krishti me të çliru nga mallkimi i ligjit. Haleluja! Ka shumë rëndësi dhjata e vjetër, se sot sot po lexoj një predikim, thoshte ai predikuesi, s'kena nevojë më për dhjatën e vjetër, vetëm dhjata e re mjafton. Po kjo është një herezi. Të marrësh gjysmën e Biblës, më shumë se gjysmën e Biblës, se tu s'kam nevojë për këto më, ti thosh, s'kam nevojë për këto, veç këto, po më duhet. Po sot edhe në kisha mund të predikohet një gjë e tillë, se vetëm dhjata e re, s'kena nevojë për dhjatën e vjetër. Po Jezusi erdhi me përmbush dhjatën e vjetër, që shumë më ditë çka ka përmbush kurse lexoj kur. O Zot na ndihmo. Tek Mateu 4:4, shikoni çfarë Jezusi thotë. Ai duke u përgjigj, kjo është në kundërshti të Satanit, kur Jezusi e kundërshton Satanin, thotë kështu: "Është e shkruar, njeriu nuk rron vetëm me bukë, po me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis." Njeriu nuk rron vetëm me bukë, kështu që dua t'ju siguroj që ju mund të hani sa të doni ushqim, po nuk rroni vetëm me atë lloj ushqimi. Ti dhe unë jemi krijuar që të ushqemi me çdo fjalë që ka dalë nga goja e Perëndis. Edhe Bibla përmban çdo fjalë që ka dalë nga goja e Perëndis për shpëtimin tonë, jo çdo fjalë që ai thot, sepse Zoti është i gjithdijshëm dhe ka miliarda fjalë që ju flet miliarda njerëzve, por këtu mjafton që ti të jetosh atë jetë që ti je i planifikuar, je i dizajnuar, ka stile i krijuar për ta jetuar në këtë tokë, vetëm këtu ta gjesh. Kur ti e studion fjalën, kur ti mediton dhe ushqen frymën tënde me fjalën e Perëndis, ti ta kuptosh për çfarë ekzistoj unë, pse jam këtu në tokë, pse jam në Shqipëri, pse më ka sjell Zoti në këtë kish. Vjen zbulesa kur ti kalon kohë me fjalën e Perëndis. Haleluja. Dhe nëse ne nuk ushqehemi me fjalën e Zotit, çfarë ndodh është që ne nuk rojmë, ne thjesht ekzistojmë. Kur po mendoja në përgjigjen e pyetjes që Faraoni i bën Jakobit, është një pyetje super pyetje. Dhe dëgjojnë çfarë thot te Zanafilla 47, kapitulli 47 vargu 8-9. Faraoni i thot Jakobit: "Sa vjet ke që jeton?" Edhe kur po lexoj këtë thash çfarë pyetje. E mahniqme pyetja, si tha sa vjet që je, po tha sa vjet ke që jeton. O Zot, nëse sot ka dikush të në kish me kuptu këtë pyetje, ju do të kënaqeshit me kuptu sa rëndësishme është kjo pyetja. Pyetje madhështore. Edhe Jakobi ju përgjigj Faraonit, thot: "Vitet e shtektimit tim janë 130. Vitet e jetës sime." Shikoni, vitet e shtektimit tim, vitet e jetës sime janë të pakta dhe të këqija, thot ai. Dhe nuk kanë arritur numrin e viteve të jetës së etërve të mi, jo të shtektimit, të jetës së etërve të mi në ditët e shtektimit të tyre. E tani, unë e mora këtë si një fjalë që Zoti dëshiron të na flasë, që shikoni, çdo njeri shtekton në këtë jetë. Edhe i ka vitet e shtektimit. Ato mund t'jenë 80, mund t'jenë 90, mund 60, nuk e di se sa vite shtektimi. Po Zoti nuk na ka thirrur që të kemi vite shtektimi, po vite jete. Ai thot Jezusi thot, unë ka marrë që ju të keni çfarë? Jetë. Dhe jetë me bollëk. Zoti nuk na ka thënë neve thjesht ekzistoni këtu, ju jeni si ato krijesa që vetëm ekzistojnë pa asnjë qëllim. Jo, ai na ka thirrur që ne të jetojmë jetën tonë. Dhe ne nuk mund të rrojmë pa fjalën e Zotit. Pa fjalën e Zotit thjesht ekziston, ti shtekton, edhe si i krishter, se mos po e marrim që ata të botës shtektojnë. Jo, edhe si i krishter, nëse nuk ushqesh me fjalën e Zotit, ti thjesht ekziston. Ajo ora vazhdon ikën, ti thjesht ekziston, ti nuk po jeton. Ti nuk po jeton atë jetë që Krishti vdiq për ta dhënë. E kjo është shumë rëndësishme, që fjala e Zotit të ndihmon ty dhe mua që të jetojmë thirrjen tonë, ta jetojmë arsyen pse ne ekzistojmë këto. Gjithçka është në fjalën e Perëndisë.
Gjithçka është këtu dhe ne vërtet duhet përqendrohemi që po Zot, dhe arsyeja pse po flasim në lidhje me këtë temë është që ne duhet të bëhemi gati. E kemi folur edhe më përpara të ritriti i kishës, kemi thënë që ne kemi një vizion për 2026. Ne duam që të kemi biseda për Krishtin me njerëz të pashpëtuar. Dhe unë nuk mendoj nëse ne nuk marrim disa bendime cilësore që unë do kaloj kohë cilësore me Biblën. Nuk dua të them që, lutuni një orë, lexoni Biblën një orë. Jam out of that. Nuk dua që të krijoj ligje njerëzit të thënë që nuk e di, po unë kur ulem me hongër, unë ha derisa ngope, nuk e di si e keni jo. Ndoshta e keni 2 minuta, do hani 2 minuta dhe atësa. Jo, unë kur ulem edhe dua të ngopem, pastaj çohem. Dhe kështu duhet të jetë edhe parimi fillestar. Ulesh me lexu Biblën, mos u ço pa marr diçka. Se i bie po del me stomak bosh. Edhe mos jeni nga ata, e keni parasysh, edhe unë kam qenë njëri tillë. I bëra 4 kapitull në ditë, super, e bëra një tik aty, e bëna kisha atë planin leximit Biblës që e kom plotësu një herë në vit, krejt e kom lexu Biblën nga fillimi dhe fetarizëm. Ti është gjë e mirë me lexu Biblën nga fillimi deri në fund, por nëse ti e thjesht e lexon për të bërë një tik që e ke bë planin ditor të leximit të Biblës dhe nuk e marr asnjë gjë, ti në fakt nuk e lexuar. Sepse mendja jote është duke menduar çfarë do bëj pasi kam mbaru këto, kam këto, ti nuk je i përqendruar që Zoti të flas. Kështu që duhet të zhvillojmë më shumë etje dhe uri për fjalën e Zotit që vërtet të qëndrojmë derisa të ngopemi, dhe derisa dëgjojmë që Zoti po na flet diçka që ne të bëjmë atë ditë. Mund të jetë diçka e vogël, mund të jetë diçka e madhe, mund të jetë një zbulesë, mund të jetë një korrigjim, mund të jetë një inkurajim që ju do t'i japni dikujt. Mund të jetë një gjë që Zoti thotë jepja, mund të jetë gjupi yt, mund të jetë një varse floriri, mund të jetë një shumë lekësh, mund të jetë diçka që Zoti po thotë që ke nevojë ta mbjellësh këtë gjë. Okej? Por nëse s'kalon kohë me Zotin, ku do flas Zoti pastaj? Ku do të flas Zoti? Haleluja. Pra Perëndia flet biblikisht. Kjo është gjua e tij. Kjo është gjua e tij dhe nëse ti do dhe unë dua që ta dëgjojmë Perëndin, dhe veçanti nëse ne kemi si plan vitin që vjen të ungjillizojmë më shumë, çfarë do japim atyre? Fjalën. Çfarë do jap? Unë s'kam çfarë t'ju jap atyre, s'kam asnjë gjë më të vlefshme se sa fjalën e Zotit. Po për ta dhënë duhet të mbushemi. Fjala e Zotit e thot këtë që fjala e Krishtit e Kolosianëve 3:16, fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë e vet. Në çdo dituri mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne, këngë frymërore, duke i kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Pra çfarë po thot autori, thot, nëse fjala e Krishtit banon në ju me begatinë e vet, ju edhe kur flisni do kënoni bre. Zemra ka për t'ju kënu. Kur e mbushni me gjatë e dura. Haleluja. Një kohë ishte një thënie kur nusja vjen në shtëpi dhe është tuknu, do thotë është e gëzume. Okej, nëse nusja s'po kënon në shtëpi, ku? Keq puna. Dhe ne jemi nusja e Krishtit. Nëse ne s'knojna, keq puna. Ne jemi nusja e Krishtit. Por du të mbushemi me fjalën e Zotit që të arrijë zemra e të këndoj me psalme, himne, këngë frymërore. Dhe këngë frymërore nuk janë ato këngë që i lexojnë thjesht në Bibël, po këngë që zemra jote ka mja thonë Zotit, haleluja. Do dalin këngë të reja shqip, këngë të reja nga zemra shqiptare, haleluja. Se këto këngë e reja të huja mezi po i themi fjalës, po i lidhim dos, po rimojnë në shumë shtirmi me konceptin që e kanë ata me kthyn shqip. Prandaj ka nevojë. Por këto këngë s'vinë nëse ju s'kaloni kohë me fjalën, nuk vinë këto këngë. Nuk vinë këngët. Duhet të mbushemi. Fjala e Zotit do të banoj. Haleluja. Le të ngrihemi në këmbë. Haleluja. Siç e thash, arsyeja pse po flasim është sepse po përgatitemi. Po bëjmë një përgatitje frymërore si ta dëgjojmë Perëndin, sepse duam të jemi të frytshëm në vitin 2026. Nuk po pres për ditën e fundit vitit 2025, më përgatit për 2026. Po që tani përgatisim zemrat tona për fillimin e vitit të ri,
që po Zot, unë dua të përkushtohem më thellë, po Zot, dua që vërtet të marr nga fjala jote, të ushqehem, po Zot, dua që fjala jote të më mbush mua, sa që rjedh prej meje, sa që del nga unë në mënyrë të natyrshme, jo e sforcuar, po del në mënyrë të natyrshme fjala e Zotit nga zemra ime, nga goja ime. Haleluja. Haleluja, që në çdo sfidë ose në çdo problem që njerëzit më flasin, unë nxjerr një varg biblik, edhe unë mund t'i inkurajoj se, hey, po, është e vështirë, por Zoti mund ta kthej këtë situatë. Zoti ka kthyer shumë situata më të vështira se e jotja. Zoti, edhe del në mënyrë natyrshme kur flasim me njerëzit. Zemra jon këndon, zemra jon çliron besim, zemra jon shpall gjërat që duam t'i shohim, jo të për veten tonë, por edhe të tjerë që na rrethojnë. Haleluja. Kur zemra është e mbushur me fjalën e Zotit, gjuha do ta nxjerrë jashtë. Edhe gjuha jon do bëhet si shpat pastaj. Edhe çdo sulm që e sjellë ligu, ti do arish ta kpusësh që në rënjë. Çfarë do dhe gënjeshtër që vjen nga i ligu, ti do kesh aftësinë përmes fjalës së Zotit, stop, ndalo, pusho Satan. Unë e njoh gënjeshtrën tënde, unë i njoh skemat e tua dhe ke mundësi t'i kundërshtosh ato. Le të lutemi tani. Le t'i themi Perëndis, po Zot, unë dua fjalën tënde. Po Zot, unë dua që të mbushem me fjalën tënde. Më jep dashuri të freskët për Biblën. Bëj që ta dua këtë libër më shumë se ndonjë libër ose se celularin tim. Më shumë ta dua Biblën se sa gjërat që i ligu mi sjell. Më bëj o Zot që të bijmë dashuri, le të lutemi, bëj o Zot që të bien dashuri me fjalën tënde, o Zot. Bëj o Zot sill uri dhe etje për fjalën tënde, o Zot, në jetën tonë, o Zot. Sill uri, sill etje frymërore për fjalën tënde, o Zot. Ne shikojmë sa shumë thesare ka brenda Biblës, Zot. Ka kaq shumë thesare, o Zot, brenda fjalës tënde. Mos lejo të ligun të na mashtrojë, o Zot, me oferta të rreme nga feri, o Zot. Por bëj o Zot që fjala jote të bëhet e gjallë vërtet në zemrat tona, o Zot, në buzët tona, o Zot. Bëj që të na transformoj tërësisht, o Zot. Bëj o Zot që të mos jemi nga ata që themi, o, e njohun këtë varg, o, e kam lexuar këtë, o, e di këtë gjë, o, e kam dëgjuar këtë. Jo, Zot, mos lejo që të bijem në një situatë vetknatësie, ku jemi të kënaqur me situatën e rënë ku jemi, nuk jemi të ngritur aty, o Zot, Perëndiem. Të lutem Perëndi, ki mëshirë për secilin prej nesh, na jep o Zot më shumë dashuri për fjalën tënde, për të vërtetat e tua që janë në Bibël, o Zot. Na jep o Zot dëshirë për të pas kohë cilësore me ty në fjalën tënde, Zot, që të arrijmë të dëgjojmë ty më qartë, Zot, sepse ti flet nga Bibla, Zot. Ti na flet nga fjala jote, Zot. Haleluja. Zot, faleminderit për këtë thesar. Zot, faleminderit për këtë thesar që na e ke dhënë, Zot. Zot, falenderojmë. Zot, falenderojmë, Zot, të bekojmë, Zot, të bekojmë. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Haleluja. 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 Amen. Mund të uleni. Haleluja.